26 maj. Ngriuni për vendin tuaj. Është moto e Bill O'Reillyt, por dhe moto e Focus. Ka qenë Memorial Day, dita e të rënëve atyre që kanë dhënë jetën pra devë të tyre në Amerikë, dhe kemi qenë pushim. Ndodhë që kur nuk ke se çfarë të thuash, edhe hesht. Ndaj 2 ditë të fundit nuk ka pasur Focus, por nga sot do t'jetë përsëri, dhe mbasi me një pauzë gjatë kohës verës. Janë 3 gjëra që më shqetësojnë nga ajo që po ndodh në Shqipëri. Një veprimtari anti-traditave shqiptare, gejve dhe lesbikëve, dhe një figurë e përshtirë ambasadori Bashkimit Evropian, i cili pozon me patronazhiste transgjendra të PS-s dhe nga pas ka 2 fëmijë. Ajo më çuditë është mos reagimi shqiptarëve. Disa qindra domate dhe vezë të thyra mbi fytyrën e kësaj figure anti-shqiptare, do t'ishte më se normale. Rama kërkon të shkatërrojë çdo gjë shqiptare. Rama është kundër Shqipërisë, shqiptarisë dhe po e kthen Shqipërinë së vendet e Bashkimit Evropian me emigrant nga vendet më të varfra, me kulturë akulturale shqiptare, jo vetëm që do të zënë vendet e punës shqiptarëve, por dhe do të blejnë troje pa fund me çmime qesharake që fut të Ramës. Testi është në nartë. Ndërkohë që dosja e tij në Amerikë e ka kaluar çdo përmas, madje nga agjencitë amerikane janë marrë dëshmi nga biznesmen që kanë qenë në zyrën e Ramës në 21 janar. Këta dinë çdo gjë. Bredhit e tij nëpër botë më shumë janë për të fshehur miliardat e vjedhura si aksionet fsheta, edhe pse mund të ketë emra oligarkësh të mëdhenj, dhe si Buffon, si Karagjoz, tregon fytyrën e tij duke mos njohur asgjë nga protokolli, si qesharak, clown me kryeministrin e Japonisë. Rama nuk ka qenë socialist. Rama e përket një brezit të anarkistëve që u orvat shkondër të çdo partije dhe më në fund i ableu Fatos Nanës. Shifra ka qenë 8 milion euro. Ai dikur e thoshte vetë me mbulje. Dhe të festosh gjoja lindjen e një partije kur dihet që me provën Focus i kemi dhënë që ka qenë thjesht ndrim i emrit. Dhe të dekorosha Gasin and Company, thjesht meritesën e partisë dhe shiko vitin e antarësisë, ose të Gramazoruçit, dikur se vret plumbit. Pra është një vazhdim i partisë punës përgjegjëse për vitet e diktaturës në Shqipëri. Nuk është parti e re, sepse si ka mundësi që selia PS-s është selia Xhelilgjonit partisë punës, apo kudo në përrethë. Kam një pyetje tjetër, do të sqaroj avokatin Ngjelen që thotë që Berisha përmendi një kryeministër 95 vjeçar, por nuk tha emrin. Flitet për kryeministrin e Malezisë, Miek, një nga figurat më të mëdha në ndërtimin e një shteti të sipërmarrjes lirë, model dhe për vendet e perëndimit, Matahir Mohamed, i cili u kthye në moshën 95 vjeçare si kryeministër. Zoti Trump mbush 80 vjet në 14 qershor. Gjafka në Shqipëri kishte një status që më të rrogji vëmendjet. Mjaft shat Berishën për moshën merrën me Trump. E kam thënë që partitë e djathta kanë liderin e tyre dhe është e vështirë që ta konkurroj thuajse askush. E mbani mend Berlusconi, Helmut Kohl. Dhe
të qenë realist, në qoftë se një Amerikani këtu në Senat ose në Kongres, do t'ju tregoj 2 foto, Ramës dhe Berishës, 80 vjeçar do të Ramën. Megjithatë mua më duket e habitshme kur diskutojmë dhe japin mend njerëz që nuk janë antarë as Partisë Demokratike, as nuk dinë se si funksionon. Ndaj dhe unë në ato fillimet para të 90-s, ne që ishim në televizion publik, na ndaloi që të ishim antar partie dhe kështu vazhdoi. Por kjo më thotë që të më ndaloj mua, askush nuk gëzon të më ndaloj që unë mbështes krahun e djathtë në Shqipëri. Sepse aty kam shikuar tani besnik, fisnik, të ndershëm, që me drejt kërkojnë përmbysjen e kësaj neo-diktature, sepse duam apo s'duam, kur ti kontrollon jetën e shumicës, kur ke një turisti të madhe, sa njerëzit kanë frikë të flasin, kanë frikë të dalin nëpër mitingje, sepse kanë dikë që punon në shtet, kanë një biznes të vogël që janë mbyt me taksa. Pra kjo është më keq. Por në këtë kohë, ndryshimi nga koha e diktaturës, është që kjo kohë nuk të ndalon dot ta kundërshtosh të flasësh. Rasti bie për shembull, ka njerëz që për 15 vjet nuk kanë kontribuar thuajse me një shkrim pro PD-s dhe liderit të saj dhe kërkojnë të jenë dhe kryetar partie. Nuk është logjike. Unë kam thënë disa herë që këtu në Amerikë partitë funksionojnë ndryshe. Nuk quhesh antar partie, por i regjistruar republikan, i regjistruar demokratët mund të ndryshosh. Prap 33% janë independent pavarur, as republikan as demokrat. Nuk ka kryetar partish, nuk i njeh askush, është kryetari i komitetit kombëtar, si republikan dhe demokrat, nuk bën lista. Për mua kjo do të ishte shembull më i mirë. Dhe duhet të ketë një ndarje. Dhe kjo mund niset me PD-n, mbase Berisha mund ta bëj. Ai që ka një post në parlament nuk ka pse të ketë post në parti. Pikë të thjeshtë. Vazhdo jetën në parlament, kontribo, jep, formohu si figurë, nëse ke nivel dhe me një sistem të ri ku tjetë me listat të hapura, njerëzit votojnë personin, jo listat e kryetarëve, mendimi im. Diçka nuk e di, nëse më ndjekin, unë kam shok gjimnazi, ata që drejtojnë gjykatën e lartë. Pavarësisht të motivit majtë të djathtë. Do ndihesha shumë keq sikur të falnin dhe të lironin një lëtyr, një ligavec si Rënvelie. Do të jep të drejtën çdo shqiptar opozitar të ishin më tepër se të egër ndaj tërtesës gjykatës lartë. Hajdut Kusar, një propagandist i ullët i të keqes, përgjegjës për shkatrimin e Tiranës, betonizimin, edhe pse sot në dorë ka marrë Edvin Rama. Besoj se generali amerikan do të vi shpejt në Tiranë. Studimi i dosjes së Sinalovës duket i qartë. Ai mund të ketë pasur kontakte më herët me Dejan dhe mbase për këtë arsye do të kemi një ish general ambasador. E kam thënë, kur të shikoj kullat përbindshë të 3 përbindshave lindave të Surrelit, Tynelit dhe të Akshit, do ta bëj lidhjen. Dhe unë, në qoftë se do të isha në vendin e tij, nuk do t'i jepja dorën kur personit që ka lidhje me këto trafiqe, kryeministët aktual. Natyrisht që duke pasur një general, ish general, që generali thotë gjithë jetën, ambasador tregon një mesazh. Zoti Trump nuk është ai që e kontrollon Amerikën. Ky vend i madh ka institucione. Ndaj Rama e ka kot, duke ndëruar se ka bler Ivankën dhe Kushnerin, këtë mediokër anti-shqiptar, do të thotë edhe pro-serb, bashkë me djalin e tij. Partia Republikane është partia e ideve të Reaganit, konservatorizmit real, ndaj cilëve një pjesë e madhe shqiptarëve kanë besuar për vite
e vite, por a ndjen zgënjyrë, ndjen. Marim ambasadën amerikane. Unë kam kaluar fëminin ngjitur, ne thonëm legata italiane. E ngarkuar me punë, cila ka potencën ambasadorit, përfaqëson Trumpin, ka përuruar një si lapitar të vogël për 2 vetë, të cilët kanë qenë të persekutuar dhe kanë punuar në legatën e asaj kohe të Amerikës. Nuk ka qenë ambasadë. Deri para luftës dytë botërore, vetëm 6 fuqi të mëdha kanë pasur drejt për ambasador. Ne nuk hynim aty. Ka pasur ministër, përfaqësues, dhe quhet legat. A ishte kjo një gjest duke nderuar 2 punonjës të legatës që kanë qenë persekutuar ishte, por aty do të jetë një mur me emrat që nga Hamit Matjani dhe të gjithë ata në thojzat diversant të dërguar nga bazat amerikane dhe të keq përdorur nga spionazhi i filmit që dha jetën. Por ambasada e vendit tim dytë nuk duhet mbajt punësuar as hijet sigurimit, as bllokut. Dhe listën me ta e kam zirë dikur në Fokus nga Agustin Mirakaj, i cili ka ndruar jetë, i cili punonte në ambasadë, por e hoqën sepse ishte i djathtë. Dhe nxori listat, që nga i shoferi Enver Hoxhës, që nga shoferi Kadrias Biut, e 10 tjerë. Ky vend i madh është për lirinë. Ky vend i madh ka dashur që Shqipëria të jetë pjesë e perëndimit. Dhe fal këtij vendi të madh kemi pamërsinë e Kosovës dhe kemi futjen e Shqipërisë në NATO. Rrallat e BE-s me Ramën nuk emocionojnë, sepse këtu në mendin amerikane thuhet që Albania does not deserve EU membership under Edi Rama. Washington Examiner. Dhe ka të drejtë. Vend i korruptuar, pa kufi dhe pa të ardhme. Mbi 1 milion të ikur. Asnjë kryeministër galaktik nuk do të qëndronte një javë në qoftë se do të kishte 1 milion të ikur në një popullsi që është 3 milion. Kandili ti ka kohë që është shuar, por janë shqiptarët ata që japin zgjidhjen. Mos prisni çdo gjë nga Amerika. Aq më tepër që ky vend i madh ka probleme. Nuk po zgjidhet ende Irani. Sepse Trump kërkon një zgjidhje, një marrëveshje grandioze. Të mos të akuzojnë që çfarë bëre. Hape Hormuzin, Hormuzi e hapur ishte. Dhe çfarë do marrëveshje që të bëj, do ta vënë përballë me Obama. Ndaj ende nuk po gjehet zgjidhje. Por ushtria amerikane ka të forca shkatrojë Hormuzin. Shikoj. Kudo në Shqipëri.